Ekzekutimet në Kinë kundër rrjeteve të mashtrimit. A duhet Shqipëria të ndjekë të njëjtën qasje? Autoritetet e Kina kanë ekzekutuar 11 persona të lidhur me rrjete të mëdha mashtrimesh telefonike dhe online që operonin nga zonat kufitare të Myanmar. Pekini e ka paraqitur vendimin si një mesazh paralajmërues për bandat kriminale që drejtojnë një industri globale mashtrimesh me vlera miliardëshe. Sipas mediave shtetërore kineze, të dënuarit ishin antar kyç të sindikatave kriminale, përfshir figura të lidhura me klanin famkeq Ming. Prokuroria pretendon se aktivitetet e tyre çuan në vdekjen e 14 shtetasve kinez dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Vendimi me vdekje, i dhënë nga një gjykatë në Enjou në shtator, u miratua nga Gjykata Supreme Popullore në Pekin, e cila e cilësoi dosjen me prova të mjaftueshme dhe përfundimtare. Akuzat përfshinin vrasje dhe plagosje të qëllimshme, ndalim të paligjshëm, mashtrim masiv dhe organizim të paligjshëm të lojrave të fatit. Sipas agjencisë shtetërore Xinhua, këto rrjete përdornin skema mashtrimi romantik dhe investime të reme në kriptomoneda, duke vjedhur miliarda dollar nga viktima në mbar botë. Paralelisht, ekspert dhe United Nations kanë paralajmëruar se shumë nga këto qendra funksiononin edhe mbi bazën e punës së detyruar dhe trafikimit të qenieve njerëzore, me dhunë dhe tortura të dokumentuara. Perandoria e klanit Ming, që kontrollonte Laokaing në rajonin Kokang, u shem në vitin 2023, pas ndërhyrjes së milicive etnike. Disa antarë u arrestuan dhe ju dorëzuan Kinës. Gjykata e lartë kineze deklaron se rrjeti gjeneroi mbi 10 miliard yuan, rreth 1,4 miliard SR, mes viteve 2015-2023. Patriarku i klanit, Ming Zhuechang, raportohet se u vetvra për të shpëtuar arrestimit. Pyetja për Shqipërinë. Forcë ekstreme apo shtet ligjor? Rasti kinez ngren një debat të fortë. A duhet Shqipëria të ndjekë të njëjtën taktikë? Përgjigja në kontekstin shqiptar dhe europian është jo në formë, por po në substancë, pa dënime kapitale. Pse jo ekzekutime? Shqipëria është e lidhur me standardet e Council of Europe dhe European Union, ku dënimi me vdekje është ndaluar absolutisht. Çdo devijim do të ishte antikushtetues dhe anti-europian. Çfarë duhet bërë realisht? Goditje penale maksimale për organizatorët e mashtrimeve, dënime të rënda, konfiskim pasurie, ndalim përjet i aktivitetit, hetim financiar agresiv, ndjekje e paras, sekuestrime, bashkëpunim ndërkombëtar, bashkëpunim rajonal dhe global për rrjetet ndërkufitare, task forca me Europol dhe Interpol, mbrojtje e viktimave dhe ndëshkimi punës së detyruar e trafikimit, parandalim dhe edukim publik kundër mashtrimeve. Online, përfundim Kina zgjedh frikën shtetërore si instrument. Shqipëria duhet të zgjedh shtetin ligjor me zero tolerancë, duke goditur fort krimin e organizuar financiar, pa cenuar të drejtat themelore. Mesazhi duhet të jetë po aq i qartë. Fitimi kriminal nuk paguan, pasuria konfiskohet, liria humbet dhe rrjetet shkatërohen. Debati mbetet i hapur. Dënime ekstreme apo drejtësi efektive? Për Shqipërinë, përgjigjja duhet të jetë e dyta, por pa asnjë kompromis ndaj krimit.